Nisemi sot për një luftë pa kthim. Sot është dita vendimtare për të treguar ekzistencën tonë. I bëjmë thirrje të gjithëve të na bashkojnë. Kjo është dita që fillon lufta ndaj uzurpimit, ndaj vjedhjes dhe ndaj çdo gjë. Shpresojmë që sot të kemi një pjesëmarrje masive. Nga Berati nisen në rreth 60-70 makina dhe disa të tjerë të forumit rinor do na bashkojnë në Tiranë. Shpresojmë që lufta të fillojë dhe të na mbarojë sa më shpejt me rrëzimin e kryeministrit Ajtut dhe të zgjancës së tij. Qëllimi i protestës është dhe që të zgjojmë në popull ndjenjen e protestës dhe të ju heqim frikën atyre, sepse populli ka zemë frika dhe ka shumë dëshirë të protestoj, ka shumë dëshirë të vjedh, por frika në palc e bën që të tutet. Ne sot do të tregojmë forcën tonë dhe do t'i ftojmë të gjithë mos të kenë me frikë, ta thonë realitetin si e shikojnë.